sa i takon, Romin, me qenë se jemi futur pak më shumë në këtë vit të ri dhe jemi tani më në fund të muajit shkurt. Çfarë mund të themi përsa i takon pikërisht zhvillimit ekonomik? Pra, cilat janë ato projeksionet që ishin bërë dhe jemi në ato hapa? Nëse flasim për pensionet, projeksionet pensionet ishin që do të kishim atë rritjen, në fakt, ndërkohë që nuk ishte rritje për të gjithë, pra ishte rritje me kufizime. Nëse flasim për çështjen e besimit në ekonomi, shohim që besimi në ekonomi, e parë në aspektin e konsumatorit kemi ulje të besimit në ekonomi dhe kjo ka dhe një arsye logjike, duke qenë se muaji janar është një muaj i brisht për gjithë familjet shqiptare, muaji dhjetor patjetër që është një muaj i cili shpenzon shumë. Po, dhe muaji janar duket sikur nis nga e parë dhe duhet që ndoshta ato shpenzime apo ato kursime që janë shpenzuar në muajin dhjetor të rikuperohen. Ndërkohë që kemi rritje të besimit në biznes, dhe kjo është një element pozitiv. E them që është një element pozitiv sepse rritja ekonomike apo rritja e besimit në biznes do të thotë që bizneset shqiptare kanë, le themi, kanë mundësi për shkak dhe të kontratave që ato kanë të rrisin margjet e tyre të fitimit dhe më pas ciklike të zhvillojnë dhe bizneset e tyre të rrisin pagat dhe më pas kjo të ndikojë dhe në rritjen e fuqisë blerëse dhe në një performancë më të mirë të ekonomisë shqiptare. Shohim që kemi turist. Pra, jemi në muajin shkurt dhe shohim që kemi një rritje të turizmit krahasimisht me vitin e kaluar. Që kjo parashikohet një rritje e mëtejshme e muajve në vijim, duke qenë se dhe koha së fundmit do ngrohet dhe turistët do të kenë mundësi të vizitojnë Shqipërinë në periudhën e pranverës dhe verës. Që do thotë do të kemi më tepër zhvillim turistik, e cila kjo më pas përkthehet në rritje dhe zhvillim të sektorit të shërbimit, e më pas dhe në biznese që kanë lidhje me turizmin. Të gjitha këto janë efekte pozitive. Nuk përkthehet mjaftueshëm në kulet? Absolutisht nuk përkthehet mjaftueshëm. Po humbasin rrugës? Sepse në Shqipëri ndodh ky efekt. Individi i cili ka të ardha të ulta, për shkak të zhvillimit të turizmit e shumë elementeve tjerë, edhe në nënçmimit terror që është një faktor shumë sensitiv, nis dhe varfërohet më shumë. Pra, e ka barë këtë rritje turizmit. Pse them për shumë? Rritja turizmit në atrakcione turistike, por përfshim të Tiranën, po dhe në atrakcion, se në fakt Shqipëria është kthyer pothuajse në të gjithë atrakcion turistik, krijon rritje çmimesh dhe rritja e çmimeve ndikon negativisht tek qytetarët e zonës. Ndërkohë që individët cilët kanë një ekonomi të stabilizuar dhe mbi mesatare, sidomos ato individë cilët konsiderohen të pasur dhe kanë biznese, ato le themi që kanë marzhe më të larta fitimit dhe duket sikur ato për shkak të këtyre zhvillimeve pasurohen më shumë. Pra, duket sikur në Shqipëri mungon shtresa e mesme. Ka vite që mungon shtresa e mesme, profesionistët e lirë, intelektualët, akademikët, por jo vetëm dhe profesionistë, cilët nuk kanë një arsim të lartë, por janë profesionistë në profesionet që ato bëjnë, sot nuk konsiderohen në shtresën e mesme, ato sot konsiderohen pra, ndoshta jo në kufirin e varfërisë, por janë në shtresën e mesme. Dhe kjo në fakt demotivon dhe shumë kemi parë pra dhe emigrimi si një faktor shumë të rëndësishëm, që nuk vjen vetëm si emigrim i të rinjve. Sot kemi emigrim të profesionistëve, profesionistëve të shëndetësisë dhe të fushave tjera në fakt. Pra është zhvendosur thua edhe periudha në të cilën dikush e merr vendimin për të larguar dhe s'është e thënë që të jetë një student i ri apo jo? Jo, absolutisht. Ne sot kemi profesionistë të cilët largohen. Janë ata kryesisht që po largohen tani, Romin, apo? Të rinjt janë ata të cilët dominojnë. Të rinjt janë ato të cilët dominojnë, por nga ana tjetër kemi dhe moshë mesatare të cilët kanë dhe një lloj stabiliteti dhe një mundësi, pra i ofrohen dhe një mundësi profesionale në vendet ku ato janë larguar, sidomos destinacionet janë patjetër Europa, me qëllim që ato ndoshta të rriten më tepër profesionalisht, por një pjesë e mirë e tyre largohen jo vetëm për pagën, se thash, janë individë cilët edhe ka një stabilitet ekonomik, por për çështjet e ofrimit të më shumë mundësi profesionale, pra arritjeve dhe ngritjes profesionale, por nga ana tjetër dhe më shumë shërbime publike cilësore, gjë që në Shqipëri në fakt mungojnë. Romina, do më lejosh të ta bëj një pyetje jashtë formatit, po them. Vetë do ishe larguar nga Shqipëria? Në fakt, ka momente që edhe e ka menduar për shkak nivelit korrupsionit që ofron Shqipëria dhe ofrojnë shqiptarët, se nuk ka ofron vetëm institucioni publik, po janë dhe siç thash, bëhemi parë një qytetar dhe duhet patjetër që edhe ne të bëhemi parë se përndryshe nuk